Familjarët e Gjestit reagojnë pas rikthimit të Eglit, po përpiqen ta rrëzojnë, por ai është më i fortë se kur. Rikthimi i Eglit në shtëpinë e Big Brother VIP ka shkaktuar një val reagimesh, jo vetëm mes ndjekësve të formatit, por edhe tek familjarët dhe mbështetësit e Gjestit. Në një mesazh të gjatë dhe emocional të postuar në Insta Story, familjarët e tij shprehin shqetësimin se rikthimi i disa ish-banorëve po përdoret si një strategji për ta rrëzuar Gjestin nga loja, duke shfrytëzuar informacione që ata kanë marrë jashtë. Për më shumë se 150 ditë, Gjesti ka qenë i izoluar nga bota e jashtme, pa qasje në opinionet e publikut, pa e ndjerë mbështetjen e atyre që e duan dhe as kritikat e atyre që ndjekin vetëm për ta gjykuar. Ai ka qëndruar i fortë, duke u përballur me sfidat e lojës, pa mundësinë për të marrë informacione të freskëta apo për të përgatitur për strategjitë e kundërshtarëve. Ndërkohë, disa nga ish-banorët janë rikthyer të mbushur me njohuri nga jashtë dhe me një synim të qartë, ta bëjnë atë të dyshojë tek vetja dhe ta devijojnë nga rruga e tij. Ata përpiqen ta tronditin me fakte të zgjedhura, ta nxisin drejt pasigurive dhe ta largojnë nga qëllimi i tij për të qëndruar deri në fund. Por ajo që ata nuk e kuptojnë, është se presioni nuk e dobëson Gjestin, përkundrazi e bën edhe më të fortë. Për çdo përpjekje për ta lëkundur, ai gjen një forcë të re për të vazhduar. Ai nuk ka nevojë për informacione të jashtme apo për strategji të mirë menduara, ai luan me zemër dhe me ndershmëri, duke u mbështetur vetëm në atë që është dhe në atë që ka ndërtuar brenda shtëpisë. Në historinë e Big Brother, fitoret shpesh vijnë mes brohoritjeve dhe mbështetjes së fortë nga jashtë. Por ndonjëherë, fitoria më e madhe është ajo që arrihet pavarësisht gjithçkaje, kur gjithçka punon kundër teje, kur çdo rrugë duket e mbyllur, kur çdo sfidë bëhet më e vështirë dhe kur askush nuk të shtrin dorën, por ti gjithsesi refuzon të dorëzohesh. Kjo është sfida me të cilën po përballet Gjesti, dhe deri tani ai po tregon se ka forcën për të dalë më i pathyeshëm se kurrë. Për të gjithë ata që përpiqen ta rrëzojnë, ai ka vetëm një përgjigje: ai nuk do të mposhtet. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!